Kompania e sigurimeve Ansik vijon të gënjejë qytetarët duke mos u dhënë atyre pagesat e dëm shpërblimeve nga aksidentet. Një qytetar ka shpjeguar në redaksin tonë se kanë kaluar 14 muaj që nga konfirmimi i vlerës së dëm shpërblimit, por ende nuk ka marrë asnjë lek. 4.2 milion pound dhe një sasi e konsiderueshme e kanabisi janë sekuestruar brenda një lavazhi në pronësi të shqiptarit Arjan Lisaj në Britaninë e Madhe. Mediat britanike thonë se lavazhi shërbente si një qendër për kontrabandën e drogës. Medalisti olimpik që garon për Shqipërinë, Çermen Valiev shkëlqeu sërish në arenën ndërkombëtare duke fituar finalen e kategorisë 74 kg në mundje. Ai triumfoi në finale duke mposhtur rezultatin me 4-2 rusin Zaurbek Zidakov. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TVAD-u. Shumë denoncime kanë britur në redaksin ton për kompaninë e sigurimeve Ansig, e cila sipas qytetarëve nuk u jep atyre paratë e dëm shpërblimeve. Rasti i fundit është një qytetari që tregon se edhe pse kanë kaluar 14 muaj, ai ende nuk është likuiduar. Vijnë denoncimet për kompaninë e sigurimeve të Ansig. Her pas here redaksia jon ka publikuar pakënaqësinë e qytetarëve kundrejt kësaj kompanie sigurimesh, e cila nuk jep paratë e dëm shpërblimeve. Qytetari thot se ka 14 muaj që pret pagesën dhe ende nuk e ka marrë atë. Shkon te zyrat e kompanisë, por e gënjejnë edhe kur i telefonon, i thonë që të pres. Aksidenti ka ndodhur më datë 1 shkurt të vitit të kaluar. Më datë 13 shkurt, kompania i dërgon këtë mesazh qytetarit. Përshëndetje, ju njoftojmë se kërkesa juaj për dëm shpërblim e datës 1/2/2024 për mjetin me këtë targ është miratuar me vlerën e 61.600 lek. Lutemi të konfirmoni vlerën përmes këtij mesazhi ose të paraqiteni në zyrat tona për të firmosur deklaratën e pranimit dhe të keni me vete numrin e llogarisë me emrin e pronarit me formatin e printuar të bankës. Përpas këtij momenti, deri në muajin qershor, asnjë lek. Në datën 22 qershor të po të njëjtit vit, qytetari merr një email që pagesa do të bëhet pas një muaji, pra me datë 26 korrik. Sot shënon data 10 prill 2025 dhe qytetari ende nuk e ka marrë pagesën. Mund të numërojmë raste të shumta ku qytetarët hasin të njëjtin problem me këtë kompani. Edhe pse redaksia jon ka tentuar t'i kontaktojë në mënyrë të vazhdueshme, sërish nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Në tragedin e linjës Adria, gjatë udhëtimit nga Ancona për në Durrës, qytetarëve u janë vjedhur paratë gjatë natës. Ky raportim vjen nga vetë viktimat, ndërsa përgjegjësit e tragedit nuk kanë dhënë asnjë shpjegim. Një qytetare ka raportuar në redaksin ton një rast shqetësues vjedhje që ka ndodhur në tragedin e linjës Adria, gjatë udhëtimit nga Ancona drejt Durrësit. Sipas saj, prindrit të moshuar ishin ndër viktimat e një vjedhje të ndodhur gjatë natës, ndërkohë që flinin në një zonë të qetë të tragedit pa kabinë. Portofoli i tyre u gjet mëngjesin tjetër i hapur mbi çantë dhe të gjithë paratë e zhdukura. Ngjarja ka prekur dhe pasagjerë të tjerë. Denoncimi thekson se përgjegjësit e tragedit jo vetëm që nuk kanë dhënë asnjë informacion, por kanë refuzuar të njoftojnë policinë apo të verifikojnë pamjet filmike. Na thanë nuk mbajmë përgjegjësi, nuk e di ma kemi kamera apo jo, është shprehur qytetarja e revoltuar. Edhe kur prindrit e saj kishin takuar një efektive policie në port, kjo e fundit nuk kishte reaguar. Në 2025 ende ndodhin këto gjëra, askush nuk ma përgjegjësi, as reagon, përfundon ajo. Apeli i saj është që ngjarje të tilla të bëhen publike për të ndërgjegjësuar qytetarët dhe për të kërkuar llogari nga autoritetet. Pasagjerët shqiptar që zgjedhin të udhëtojnë me kompaninë Wizz Air her pas here përballen me situata që lën ata të pakënaqur nga shërbimet. Sipas një qytetari, ditën e djeshme ai ka humbur fluturimin pasi kompania kishte shitur më shumë bileta se sa kapaciteti i avionit. Pasagjerët shqiptar vijojnë të përballen me situata shqetësuese gjatë udhëtimeve me Wizz Air. Së fundmi, një shqiptar ka humbur udhëtimin drejt Tiranës nga Dortmundi, pasi Wizz Air ka shitur më shumë bileta se kapaciteti i avionit. Ai ka treguar për redaksin tonë se pasi ka bërë check-in online, ka vënë re se në bilet mungonte vendi i sendiljes. Duke menduar se kjo gjë do të rregullohet, ai ka mbritur në aeroport ku i shton të presë për një mundësi tjetër, nëse ndonjë vend bosh do të krijohet, por më pas është njoftuar se duhet të priste bilet të re, pasi në avion nuk kishte asnjë vend. Kur ka shprehur shqetësimin e tij, pasagjerët ishin informuar nga stafi i Wizz Air se kompania ka të drejtën e ligjshme të shes aq bileta sa dëshiron, duke shkaktuar edhe më shumë pakënaqësi tek udhëtarët. A i thot se 7 pasagjerë janë përballur me të njëjtin problem pa ditur fare se çfarë do të ndodhë me fatin e tyre. Kjo ngjarje ka shkaktuar shqetësim dhe indinjat të pasagjerëve shqiptar, të cilët vënë në pikpyetje shërbimin e Wizz Air dhe se si kjo kompani menaxhon biletat dhe vendet në avion.
Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Fierit ditën e djeshme ku Suzana Mërnica, një 50 vjeçare e cila po udhëtonte me të birin, beti e plagosur nga një atentat i kryer nga Afrim dhe Alit Simili, babe bir. Sipas informacioneve, palët ishin të përfshira në një konflikt të mëparshëm. Një ngjarje e rëndë ronditi Fierin ditën e djeshme ku Suzana Mërnica, një grua 50 vjeçare, u plagos me armë zjarri ndërsa po udhëtonte me motor së bashku me djalin e saj. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14 në vendin e quajtur mbi kalimi Dërmenasit, në fshatin Sulaj. Dy persona, babe bir, hapën zjarr në drejtim të motorit ku ndodheshe Suzana dhe djali i saj. E plagosura Suzana Mërnica ka marrë plagë të rënda, por sipas burimeve, ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe është transportuar menjëherë në spitalin e Fierit për trajtim të mëtejshëm. Djali i saj ka shpëtuar pa lëndime dhe ka qenë në gjendje të identifikojë autorët e krimit. Suzana Mërnica është familjare e Azgan Mërnicës, një person i njohur për lidhjet e tij me ngjarje kriminale. Vitin e kaluar, Azgan Mërnica vrau efektivin e policisë në Vrus Cenalia. Ngjarja e djeshme dyshohet të ketë lidhje me akmarrin ose konflikte të mëparshme të familjes Mërnica dhe autorëve të krimit Afrim dhe Alit Simili, babe bir. Autorët janë shpallur në kërkim nga policia dhe janë ngritur pika kontrolle në hyrje dhe daljet e qytetit të Fierit për të mundësuar kapjen e tyre. Në lavazhin e shqiptarit Arjan Lisaj në Britaninë e Madhe u sekuestruan 4.2 milion pound dhe një sasi e konsiderueshme kanabisi. Sipas hetimeve, shqiptari me bashkëpunim me dy shtetas të tjerë lituanez përdornin këtë biznes për të trafikuar drogën. Shqiptarët kanë një histori të gjatë lidhur me emigrimin dhe bizneset në Britaninë e Madhe, por një lavazh makinash në një fshat të qetë të Hertfordshire u shndrua në një skenar krimi ndërkombëtar. Lavazhi Spellbrook Hand Car Wash, i njohur për shërbimin e tij miqësor dhe për kushtimin ndaj klientëve, ishte një fasad për një rrjet të madh kontrabande droge. Aty u gjet një sasi kokaine me vlerë prej 4.2 milion pound, e cila kishte ardhur nëpërmjet avionëve të vegjël që fluturuan nga Franca për të hedhur paketat mbi fshatin. Për banorët e Spellbrookut, lavazhi ishte një vend i njohur dhe i dashur ku ata vlerësonin stafin për sjelljen e tyre miqësore. Megjithatë, përtej kësaj pamjeje të qetë, ata nuk dinin që lavazhi shërbente si qendër për kontrabandën e drogës. Avionët që fluturonin nga Cherbourg në Francë dhe hedhja e paketave të kokainës mbi fshat ishin pjesë e një operacioni të sofistikuar që përfshinte edhe anëtarët e bandës lituaneze. Në shtator të vitit 2024, policia arrestoi 4 persona, përfshirë Arjan Lisajn, një shqiptar dhe 2 shtetas të tjerë lituanez. Ata u kapon me para dhe prova që lidheshin drejt për drejt me aktivitetin e palishëm të lavazhit, ndërkohë për banorët e zonës dhe punonësit e lavazhit, skandali ishte i papritur, pasi ata nuk kishin asnjë dieni për lidhjen e biznesit me trafikun e drogës. Hetimi i zhvilluar nga njësia e operacioneve speciale të rajonit lindor nxori në pa një operacion të mirë organizuar ku përdorej edhe një sistem për të shmangur radarët e avionëve dhe për të siguruar kalimin e drogës. Edhe pse disa punonjës të lavazhit si një menaxher që pretendon se nuk dinte asgjë, ndihmuan në hetime, bandat e organizuara vazhduan të përdornin lavazhe makinash si mbulesa për aktivitete të palishme. Në fund, pas një gjykimi të gjatë, anëtarët e bandës u dënuan me gjithsej 47 vite burg. Një histori e trisht ka mbërritur në redaksin ton, ku nëna e 2 djemve, 19 dhe 14 vjeç, bën thirrje për ndihmë. Seidi dhe Angelo janë të diagnostikuar me autizëm dhe ataksi. Familja e tyre e ka të pamundur të përballojë shpenzimet për trajtimin e djemve. Juliana, një nënë e re nga fshati Osoi i Skraparit, ka shkruar për ndihmë në redaksin ton. Ajo po përballet me sfida të mëdha në kujdesin e 2 djemve të saj. Seidi 19 vjeç dhe Angelo 14 vjeç, të diagnostikuar me autizëm dhe ataksi. Të dy fëmijët kërkojnë kujdes të vazhdueshëm pasi nuk janë në gjendje të kryejnë veprimet bazë të përditshme dhe shpesh shpallin dhe shpesh shfaqin sjellje agresive. Për shkak të përkushtimit ndaj fëmijëve, Juliana nuk mund të punojë, ndërsa bashkëshorti i saj has vështirësinë në sigurimin e të ardhurave të mjaftueshme për familjen, e cila përfshin edhe vajzën 3 vjeçare dhe vjerën 80 vjeçare. Familja po shërton mundësinë e zhvendosjes në Tiranë për të aksesuar qendra të specializuara për fëmijët me aftësi të kufizuara, por sfidat financiare dhe frika nga pasiguritë e jetës në kryeqytet e bëjnë këtë hap të vështirë. Juliana bën apel për ndihmë nga institucionet dhe individët, duke theksuar nevojën për mbështetje në sigurimin e nevojave bazë, si për shembull pampersat për fëmijët.
Kjo situatë nënvizon sfidat me të cilat përballen familjes shqiptare që kujdesen për fëmijë me aftësi të kufizuara, veçanërisht në zonat rurale, ku aksesimi i shërbimeve të specializuara është i kufizuar. Dëshmitarët e Jehovait që prej vitit 2018 janë në betejë me shtetin sa i takon njohjes së lishme të tyre si komunitet fetar. Çështja është bllokuar në gjykatën administrative të apelit për shkak të stokut të madh të dosjeve. Prej gati 4 vitesh, dëshmitarët e Jehovait janë në një betejë ligjore me shtetin shqiptar, duke kërkuar njohjen si komunitet fetar. Çështja e tyre është bllokuar në gjykatën administrative të apelit për shkak të stokut të madh të dosjeve, ku aktualisht shqyrtohen ende paditë të vitit 2018. Ndërkohë, gjykata kushtetuese ka kërkuar që padia të shqyrtohet brenda 6 muajve të ardhshëm, ndërsa komuniteti po prit vendimin që nga maji i vitit 2022. Pavarësisht kërkesave për përshpejtim të procesit, dëshmitarët e Jehovait ende nuk kanë marrë përgjigje. Vendimi i ardhshëm pritet të përcaktojë nëse ky komunitet do të njihet zyrtarisht apo jo. Shpesh antarët të këtij komuniteti fetar janë vendosur në qendër të kritikave për shkak të predikimeve që bëjnë dhe pretendimeve se pas vetvrasjes mund të ringjallësh. Medalisti olimpik që garon për Shqipërinë, Çermen Valiev, shkëlqeu sërish në arenën ndërkombëtare duke fituar finalen e kategorisë 74 kg në mundje. Ai triumfoi në finale duke mposhtur me rezultatin 4-2 rusin Zaurbek Zidakov, i cili garonte në një flamur neutral. Valiev i dhuroi Shqipërisë një tjetër medalje të rëndësishme në këtë kompeticion, ndërsa më herët në të njëjtin aktivitet në Bratislav edhe Abakarov fitoi medalje bronzi për Shqipërinë për kategorinë 61 kg. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë me Ruta Kofshi.